Është brenda Abdyli. Abdyl. Urdhroni. Triniteta. Triniteta. Triniteta, urdhroni. Urdhroni brenda shok partizan. Urdhroni. Faleminderit. Erdhëm të sillim këtë letër. Nesër do të filloni punën në zyrën e tatimeve të jashtëzakonshme të luftës. Ju lutem, urdhroni të pim nga një kafe. Patjetër. Nxitojmë. Po, atëhere, nesër që më shtat, jam aty. Vdekje fashizmit. Liri popullit. E po këtë borgjes gjetën të na e futin në zyrë. Duhet të jetë nga ata që nuk është përzira, Dule. Për idealo, komisar, unë kështu i mendoj këta borgjes. Ti, Dule, po pe njëri të veshur mirë dhe me një shtëpi të bukur si kjo, ja vure me njëherë damkën e borgjezit. E po ky borgjes është. Ky në punë zbange ka qenë. Pastaj specialisti mirë në punët e parave. Ja, mirë. Pa shiko se shpiu pas kemi dhenë. Shtëpi bell, komisar. E pikërisht këtu do punoj komisioni juaj për tatimet e luftës. Sa pa ardhur shokët tjerë juve merruni me sistemimin e ndërtesës. Po do të duhen ca karrike, ndonjë tavolina, ndonjë radhë. Po, Abdylin e lajmëruat? Po, Shakondo. Nesër në mëngjes është këtu. Shumë mirë. Detyra që është ngarkuar është tepër e rëndësishme dhe e vështirë shok. Bankën e kemi bosh. Prandaj malo, fillimisht juve grumbulloni të gjitha dokumentat ekzistuese mbi fitimet e tregtarëve gjatë kohës së luftës. E na duhet të zgjidhim lloj probleme shok. Ja, rrugët i kemi akoma me emrat e belerëve. Sot e hoqa vetë një tabel. Ne duhet që shumë shpejt, shkollave, rrugëve, kudo, t'u vëmë emrat e dëshmorëve të Po, keni të drejtë. E shikoti Dule, i që mendoj nga forcat e ndjekit se edhe kjo punë e vështirë dhe tepër e rëndësishme është. Po. Borgjezia nuk e lëshon kollaj pasurin nga dora, Dule. Po arriti, do të vishë kondo? Po, do të vi. O nesër ose pas nesër e kemi lajmëruar. Veç u dinë vetëm time, shok komisar. Këta borgjezit që kanë dashur këto saltanete. Shoku partizan, shoku roje, do të ketë mundësi t'ju them diçka? Po, shok, mund të thuash diçka. Jam dezinjator. Si the, more? Desertor? Jo desertor, shoku partizan, dezinjator. Piktor, puntor. Po pse se the që në fillim ai vrarë se je kështu piktorist, a? A mund me bësh mua kështu si që jam? Po, nuk mundem se... Dua të dërgoj atyre ande nga shtëpia. Ashtu? Po, nuk kam bojra. Pasaj do në shumë kohë. Pasaj merë më tepër me tabela dyqanesh, me ora repritjesh, me parulla. Po të gjëra jemi specializuar. Miru pashëm. Si the? I specializuar. Po, shko se të sjarojnë ata atje lartë. Mirë, faleminderit. O malo, po hajde më ndihmo se që nga goxha e rëndë kjo flamë. Më fali, mund të ndihmoj unë? Hajde më djel, hajde. Nga kape ta pëtësasi diku aty në dhomë. Shukur partizan, po si ta pëtësasin? Kjo është veparati, shikoj, ka vlerat mua. E zvera ka një grua la kuri që më e djallë, kape. Kujdes. Shumë e rëndë, Po, mirë i pastër, për ndë. Ja. Le më mua. Mërë djallë, arëva të të pyes.
Ka ardhur që të na ndihmosh apo ke banuar dikur në këtë shtëpi? Po jo, çni. Jo. Unë kam marrë vesh se kjo ndërtesë do të shndërrohet në zyrë. Është e vërtetë apo kam dëgjuar gabim? Po, e vërtet ishte. Po nuk më the, ti kush të dha leje që të futesh këtu? Unë kam ardhur të bisedoj për punë, se mbas edhe mund t'ju ndihmoj. Mirë. O Malo! Malo! Një djalë të kërkon për punë. Mama, shok. Si e keni halën? Stilian më thonë. Unë jam piktor, designator. Qyteti nuk ka as parrulla dhe as tabela të shkruara nga specialisti. Ndoshta kam gabim, por në kuptonin të drejtë, unë jam në dispozicionin tuaj. Natyrisht, po që se dëshironi ju, se qyteti ka nevojë edhe për të tilla gjëra, për parrulla, për tabela. Ka kush mendon për qytetin? Pastaj këtu janë zyrat e shpronësimit, nuk janë zyrat e punës. Po fundi le të shkruaj diçka. Mirë, more shok, me që pas e ka qef, mund të shkruash diçka për këtë zyrë. Faleminderit. Po çfarë dëshironi ju që të shkruaj? Po ja shkruaj, këtu do t'jenë zyrat për komisionet tatimeve të luftës. Ba. Mirë. Po fali, po koka. Emri, e kam fjalën për emërtimin e plot të shtetit, të administratës, institucionit. Shkruaj vdekje fashizmit liri popullit edhe asgjë më shumë. Po mirë. Shqipëri shpatë vetën tima. Shqipëri shpatë vetën tima. Me qika së ralisina. I ka gjetur një punë, çdo darkë këndojnë. Përse të mos këndojnë? E fituan luftën. Fitimtarët gjithë një këndojnë të mundur qempur, ule zani se mos qenë. Këto nuk janë këngë, po ca shfryme instiktive që të ngrenë nervat. Doktor, të jetën ke filozofuar, por duhet di se çfarë thonë ata këto këngë. E të fletë shpirtit tyre. Që shitën paltot e grave, amanë. Që shitën. Hajdia, na futën dhe në këngë të tyre. Mos u qëtit. Tani e tuti do t'jeni pranish në çdo këngë e bisedë tyre. E meratan do t'i përdori në vend dortolecave, për tramu kalamajt. Ti je ndryshe nga të tjerët, se nësër fillon punën bashkë me ta. Shojmë. Shta koma shpejt për gjykuar. Shkojmë në shtëpi, bizetojmë me qetë. Mirë se ardhët, zoti Halim. Mirë mbrëma. Në mërëma, brënda shlumi. Po. Mere vajzën edhe dilë jashtë të shini se qfes betë. Ka këngë e valla, apo jo, zoti Halim? Mirë thot zoti Abdyl, dilni. Ka koncert gratis të kënaqet syri. Ju e dini që mua nuk më pëlqejnë koncertet e tyre, gratis. Ordononi? Mirë, më shtë gati tani edhe dilë. Lume! Lume! Bërbërisht. Kështu pra. Në rast se ka vënë për të fshehur ato, është shtëpia jote. Për ty s'ka asnjë dyshim, përderisa të caktuan të punosh në zyrën e tatimeve.
Dhe kjo punë nuk duhet zgjatur, a? Se atyre u duhet floriri. E nesër a pas nesër fillojnë edhe bastisjet. Ku të mbytemi ne pastaj? Kjo punë ti e kupton që është me kokën torë. Po të kemi kujdes, ndonjë rrezik të madh nuk ka. Pastaj nga kjo punë ti nuk del pa gjë. Të filloj punën një. Pastaj shohim edhe. Po mirë, kështu e lëm. Kujdesu pak për programin. Më falni, kush nga ju është shoku Dule? Unë jam Dulja. Desha t'ju pyes për Arifin, erdhi apo jo? E prisni, po nuk ka ardhur. Që kini Arifin juve? Shok? Apo... Ama dhe ti Dule që pyeti që bëm. Ne e bëre vajzën me turp. Më falni se kam programin, miru pafshi. Miru pafshi. Pas keni filluar punë, a? Po ja, më fanë që të shkruaj një tabel për komisionin e tatimit. Mirë. Ju pëlqen? Bukur. Shkruaj të bukura, me yll, është të tiri ky stile. Më vjen mirë se të jap dy. Që keni bërë goxha revolucionar. Stilian, ditë në mirë. Ditë e mirë. Alo. Alo, Alo. alo, Alo. Dulja je more. Po, Dulja jam. Po ti kush je? Urdhro? Kush je ti që ulurin kështu? Alo, Alo. Po folë dërbardë. alo. Alo. Po ti male jo? Po pse o dërbardë nuk rri dhe atë me këta të shkret telefon ti? Të morje mi, jo, ma. S'ma njoj zërin telefonet Dule. Zërin ta kam njohë në malë kur sokollin e tu në dhenën. Telefoni ta ndryshon, zëri? Ja. Po si. Po ti siguri e pjell në telefonë vesh o të morje mi. Ato dokumentat e financës i shoshit apo jo? I shoshita shokumala, punë për vetën time si jam hiç që knaqër. Kujdes se do të ftojnë. Frynere fort janë se merë ndonjë pleurit që... More nga kjo zdo t'ja di fare unë po shqy bëj këture shkresave, këtë në thuaj ti. Mirë, po shoku Andron na urdhëroi që listat ne duhet i shpallim sa më shpejt, apo jo? More do të shpallim që ç'kem me të. Sa më tepër të vonojmë, aq më tepër kohë u japim borgjezve për t'i fshehur. Edhe në fund të dheu t'i futin, ne do t'i gjejmë se s'ben. Po më zvajt puna gjera ty. Ashtu është, drejt. Arifi. Erdhi Arifi, more. Arif! Arif! Arifi, pa ku je ma si e kalon. Ku je unë? Mirë shumë. Po si ke kaluar? Mirë shumë. Mi mbrëmë, zoti doktor. Ju këtu, zonja Marie? Ecim, ju lutëm. Unë e dija që ju ishit jashtë. Ndoshta do t'ishte më mirë të mos takoheshim. Pas ka zënë frika? Jo. Pas ke filluar cigaren? Si që shihni. Dikur i thoshit e kolonel Hansit mos e pinte. Do t'ishte më mirë që emrin e tij të mos e zini në gojë.
Edhe ju të mos dilni aq hapur nëpër qytet, se mund t'u njohin. Kohë të tjera kanë ardhur. Gjurmët e luftës janë gjithmonë të dukshme, zoti Halim. Pas disa ditësh do takohemi përsëri. Kam gjëra me shumë rëndësi për të thënë. Natën e mirë. Mirë mbrëma. Mirë se ardhët. Hap dylin e shtëpisë? Po jo pret. Nu sa moj. Uj! O zot. Ma hëngri shpirtin. Vetëm është. Dëgjon apo jo? Erdha. Gjevdeti nuk ardha akoma. Po hyni brenda. I sodë, Po. Do të presim edhe zotën Gjevdet. Uru. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Ja, ty do të vendosim. Kujdes mos bëhet gjurmë se në mori lumi. Të gjitha bashkë e vendosin? Të gjitha. Të gjitha. Citojmë. Shiu të filloj. Aq. Fillë më shumë. Më ndiq pas.
Ti këtu, zoti Abdyl? Milingona e rrugiceve të qytetit, ditën e bashkë rrugët. Letë mos vonohemi. Këta s'janë në gjendje të mbajnë një qentral. Si që shikoni, të tre jemi mbledhur për një qëllim. Unë bisedova dhe me Mr. Collinsin në përfaqësinë amerikane në Tiranë. Ata më thanë se erdhi koha të bashkohemi me njëri tjetrin e të koordinojmë veprimet. Më mirë kështu. Juve do të punoni bashk. Ty, Abdyl, do të takoj nëpërmjet Halimit. Sa më lart të ngjitë shkallët e karrierës, sa më brenda pushtetit të komunistëve, aq më mirë. Kjo është porosie e parë e Collinsit. Qartë? Me punën e re si ja qanë. Vështirë kam. Pa me duke një njëran, po suaj që një shkopin. Si që duken bathët nuk kanë dërmend të bëjnë asnjë lëshim? Da. Edhe nga fundi dhe do të nxjerrim Florinca. Ne duhet të bëjmë çmos për t'i penguar. Kështu ata do t'i drejtohen alatëvet. E po kërkuan ndihmën e tyre, atëherë ne kemi fituar. Porosia e dytë e Collinsit është kjo. Të mos në mbledhsohen komunistët. Ata ka një intuit të hollë, prandaj duhet tepër kujdes. Nga njëra anë bëju i qefin, kurse nga ana tjetër, veproni. Hajde urdhoni. Kalove. Faleminderit. Tu një tjetër? Tu një tjetër. Uli me. Tu një tjetër. Dyra ki. Harrova të them se shuma e tatimeve ka arritur shumë në gjithë fondin që ka patur banka. Vizë. Ashtu? Po mua kështu më duket. Do ta shikoni edhe vetë. Unë mendoj tashmë të merre me tregtarët e mbëdhenj se tek ata mund të nxjerrin diçka. Veç me sa di unë, këto tatime kanë të bëjnë jo vetëm me tregtarët e mëdhenj, por me të gjithë tregtarët që kanë nxjerrë fitime gjatë luftës. Po, ashtu është, ashtu. Faleminderit. Prapë më them duhet kemi shumë kujdes se i bëm keq vetes. Mua më duket sikur e kemi shkelur pak. Hajde gëzuar. Gëzuar. Dasëm. Por për nga njerë them çfarë pas kanë pasur këta derë. Na e pas kanë thithur gjakun pa pikë mëshire. Nëse, ju shikoni dhe vetë. Unë kam hallin këtu mos bet në gabime të mëtojme politikisht pastaj. Se mund të thotë që duke i tatuarën, fabrikantët e tregtarët mbyllën dyqanet e bet në skandal lidhur me furnizimin. Prandaj duhet të nduhet të gjithë. Apo jo? Ka marrë malli, E që thua ti Abdyl qenë kanë të ngatëruar këto punë të financës. Unë të them të drejtën, jam njeri në këtë punë, dhe nuk e di mirë shumë gjëra. Si do qoftë, duhet biseduar. Sigurisht. Ja këto biseda midis shokësh neve na ndihmojnë shumë. Duket që ke marrë punën me shumë merak. Edhe shoku andon na porositi që nesër të marrim të gjitha dokumentat që ndodhen në bankë. Dhe pastaj mbi bazën e tyre të veprojmë. Kjo po.
Dhe veproj tamam mbi bazën e tyre, po. Babi! O, vajza. Erdha. Ngrihemi atë. Ngrihemi. Hajde gëzuar. Gëzuar. Kamarier, Erdha. paguaj. Faleminderit. Ju lutem. Tinha deve. Qera ta Abdyl. Medita. Njihuni me këtë shokën e zyrit babit. Arif. Lume, na urdhroni ndonjë ditë nga shtëpia. I zgjuar dhe i zoti. Dhe të fut në punë të qeverisë. Po me vajzën kërkon t'ja ngjesh i këtij partizanit. I zgjuar Nikola, i zgjuar. Po, nga ishe mo i bje babit. Tek një shoqe. Ha, Stili? O, mirë dita, Stili. Tu një tjeta. Të një tjetër. Që kemi? Mirë, ja hiq me Stili, punë. ç'kemi? Ti duket. Mirë. Ç'tot puna? Mirë? Qyteti ka qenë shpesh parë dhe ja po përpiqem. Mirë. Miru pafshim. Mirë pafshim. Më falni. Po të vësisht e ky pisë do ta kishim punën. Oh, unë ç'mendem pas pikturës. Ashtu? Stiliani pikturon shumë mirë. Tu një tjeta. Një tjeta. Arif, na thuaj ndonjë gjë. Zana, Kush është ajo? një shoje. Aha, Miru pafshim. mirë pafshim. Ha, Zana. Po ik njeri? Po ikim, miru pafshim. Miru pafshim. Ha, që kemi? Të kërkova dhe nga zyra. Dole pak me të shokën. Ç'punë ke me ata Borgjez? Borgjez? E ke gadim? Abdyli ka filluar punë atje tek ne. Është burr i mirë. Mos i gjyko njerëzit nga ana e jashtme. Mirë, shkojmë në komiteti i rinis. Vdekje fashizmit. Vore kapetanët bëm të dim ku është Arka. Ja, ti. Vim nga komisioni i tatimeve. Duam të dim sa para kanë futur këtu tregtarët gjatë luftës dhe sa kanë tërhequr. Po, kjo punë do shumë kohë. Po çka do more shok, ne e duam shpejt. Sot, në asnjë mënyrë. Nesër atëre. Pas nesër. Pas një jave do të vini. Si more pas njave? Nesër more vëlla, nesër. Më vjen keq, po është e pamundur. Kush është drejtori këtu? Ja, ai atje. Oh, shoku Koço. Hajde të njoh se kemi patur korrje. Vdekje fashizmit. Leri populli. Si e? Nderime. Ha? Me shëndet. Mirë. Se kalon. Mirë. Të pas kam bërë drejtor, ha? E po ç'të bëjmë? Po jo qeni munduar deri këtu. Apo ne keni sjellë në Napoleon Flori? E, ato do të sjell mos kimë rak. Na duhen të dhëna përfitimet e tregtarëve gjatë luftës. Ora i shoku thot hajeni pas një jave. Ne nuk presim dot një javë, na duhet shpejt. Mirë. Keni plotësisht të drejtë. Jeni nesër. Nesër? Po. Po mirë. Tatimet e tregtarëve duhet marrin sa më shpejt. Arkën e bankës i kemi bosh. Ashtu. E djeti? Neta. Mendoj se përveç dokumentave që kemi këtu, duhet të shikoni edhe ato që keni në sektorin e doganës, për të vërtetuar më mirë tatimet e tregtarëve. Po. Se tregtarët janë qerrëtet të mëdha, dule. Mirë thua, Koço. Miropafshim dhe faleminderit shumë. Miropafshim. Miropafshim. E të fale nga shtëpia. Faleminderit. Vdekje fashizmit. Vdekje popullit. Vdekje fashizmit. Shumë pak pas kanë Abdyl. Thash pas kanë pak. E kam thënë. Po të them të drejtë, unë nuk e kam zgjatur shumë se ta marrin për tërës. Edhe ata që kanë patur kanë vajtur mbaruan drejt. Ata s'kan ditur për vete, jo për kombit. Mor po ne kërkojmë të kthejmë popullit djersën e tij. Atë që ka krijuar në kratë e vet. Ashtu është.
Djesë në popën e duhet ja kthejmë pa tjetër. Unë e kisha fjerën për ndonjë të prim të vogël që mund të bëhet. Të kam si djalin tim, prandaj unë të flas kaq për birë. Se që kam një dhimbje koke sot dreqje, more. Pa prit. Mere, aspirinë, pije me pak ujë. Edhe mua si pas atyre që thua ti, edhe si pas dokumentave që po lexoj, më duket se ndonjërin e kemi rënduar më tepër se ç'duhet. Shokumalo, duhet I shohim dhe një listë. E pse? Po ja, sa po lexova dokumentat që morëm nga banka. Edhe? Dhe më del se disa tregtari kemi tatuar më tepër nga pasuria që kanë. Këto I bë mirë. Prandaj nesër të shpallen me njërë. Jo, po kështu shtojmë rravet e të pakënaqurve. Po na prish gjizën e se I mbetet atë I borgjezisë. Rria dole për kokë tënde se nuk flitet në atë gjuhë. Ja, urdhër, 1 milion ka në bank, 5 milion për datojmë. Dokumenti flet më mirë se në mendje më duket. Dëgjari, mos harro se disa nga ata që ty të duket se janë tatuar shumë, kanë furnizor italian me miell dhe materiale të tjera. Dhe për këtë kanë marrë florit të thatë në dorë. Ndaj mos u merakosa I shumë për ta. Po ti sikur u ke mbajtur qesën atyre, Marif. Ja, marr vlla se nuk më doj shpirti mua për ta. Unë e di se ç'kam hequr për tyre. Po unë kam fjalën që punën ta bëjmë mirë pa gabime. Dhe tani hajde të shkojmë sekuestrojmë pasurinë e Elias Bell. Mirë, shkoni, ju shkoni. Unë po mbaroj këtë punë që kam në dorë dhe vi pastaj u gjej atje. Po mirë. Erdha Dule. Miropafshi. 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 Pse më dhe djalë diskuton me kaq pasi? Ko e vështirë të palim përderës. Po pse Abdyl nga shokët dorua më? Mirë, më birë, mirë. Po si që ke thënë edhe vetë ko luftën. Unë po dalë pak për jashtë të pi një aspirin. Mbarova nga koka. Urdhoni. Punja tjetër. Kam dëgjuar se së shpejti do të dalin lista të tjera për takimet e jashtëzakonshme të luftës. Po, do të dalim. E do të pyes nëse është emri im atje, sepse së shpejti edhe mund të largohem. Aha. Mirë. Idhi sukses e listën. Mirë. Si ju quajnë? Sali. Sali Orteku. Sali. Po, Qenka. Emri tënd është I 16 në listë. Këtu e ke emrin, mos ke merak. Aty për bri do të gjesh edhe shumën që duhet t'japësh. Janë shumë? Janë aq sa duhet paguash. Shuma është nxjerrë nga dokumentet e sakta. Amani, po vini dorën zemër se kam I tuf me kalamaj. Do të paguash aq sa takon, as në shumë as në pak. Desha të pyes, si do I bëhet halli si kur unë mos kem takat të paguaj shumën e caktuar deri me një? Çdo të bëj vakite? Po. Pastaj do të kërcas koburja. Më falni. Vallai se kisha menduar kështu. Më falni. Punja tjetër. Po pyet çfarë? Se vili djallit. Më plasi shpirtin me pyetje së pyetje. Ti I thegje? Po çdo t'i thosha. I tregova koburën.
Nuk na lejohen veprime të tilla. Ne jemi përfaqësues të pushtetit të ri, prandaj do të japim shembullin më të mirë të rregullave të mirësjelljes. E kemi për detyrë të sqarojmë njerëzit. Po vinë të tjerët. Duhet të mbani shënim të çdo ankesë dhe pretendim që kam. Po kujnë e borgjezve s'ka kalemgjik ta shkroj Shukumalo. Ne duhet jemi të rregullt në çdo gjë. Me zi sa kam ecur. Si është, zoti Hajrullah? Nuk është mirë. Si zorë ta edi këtë dimër. Këto gjëra që po ndjasin, po ja shkurtojnë jetë. Sa po morri vesh për tatimet, si po i rapika për fare. Mo zofrym. Si kur bën të zagushisat, ha? Të pas ka zërë pa keq me zonë. Nuk të foli ty njëri. Vata. Se mas ju të tjerët keni freskë. Shprisni. Kush do futet brenda i pari? Hyni ju zoj, hyni se ju pret edhe zote Herullah, a kini edhe të sëmon. Faleminderit. Që burra. Le po të ishit burra ju, nuk vini tu. Kujton se do ta presin me këra hapur. Sonja Masude. Sonja Masude. Ora. Ka shpejtë si ruan? Unë pa futa. Le të bëhet shëbat. Emrin? Quhem Xheladin Tofina. Që mirë ju solli. Unë erdha t'ju them se nuk kam të paguaj të tim. Aha. Shuma që më keni saktuar ju është shumë e madhe dhe ju betohem që nuk kam. Nuk e? Nuk kam ku të gjej. Dëgjoj mërë zotëri. Llogaria është bërë në rregull. Janë patur parasysh vetëm fitimet që kanë nxjerrë nga tregtia gjatë luftës. Vetëm fitimet. Ndërsa pasuria ekzistuese nuk të shprekur fare. Apo jo, Abdyl? Ashtu është. Po jo, zoti partizan. Zoti Abdyl. Po jo dini fare mirë se ç'pasuri kam pasur unë. Pse flisni kështu? Komisioni, zoti Xheladin. Ka komision. Po ç'komision? Mjaft. Në rast të kundër vepron ligji për sekuestrimin e pasurisë. Po nuk kam ku i gjej, zotëri. Sa i thon vdekje. Më mirë më vrisni sa të më mbysni kështu. Zoti Abdyl. Po ju e dini sa para kam pasur në bankë, sa fitime? Më vjen keq në zesh, por tatimet nuk i vendosëm. Do të ankohem. Po do të ankohem deri lart në qeveri. Se i soj me zotin Xhevdet do të patoni dhe mua. Ku i e ku unë? Sa i thonë që unë të fundosem, mos e marrë vetëm me kur. Vetëm mos ora fatin. Po vini dorë në zemër, zotëri. Se njerëz janë. Përse të vjen ankesa deri lart kur mund të merreshin vesh me debut? Tjetri. Jetën kështu e ka kaluar duke bërë avish verishe. Po tani kalitis kalon do të as mbi ur, as në nur. Iku ajo ko, erdi ko e drejtësis tani. Po, ashtu është. Erdi ko e drejtësis. Po ju e qarë kishit?
Unë kam shumë besim në drejtësinë sot. Ndaj ju lutem shumë. Juve të nderuar shok të komisionit, ta shikoni shumën që më keni vënë. Janë shumë, bre, shumë. Letë bisedojmë si burat me besabes. Po ti si kur the se ke besim tek drejtësia? Po, pikërisht ashtu. Po tani kohë lufte ka qenë edhe mund ta keni ngatruar. Ndaj shikojni edhe njëherë ju kam rigja, se njerëz jemi edhe mund të gabojnë. Ky është këti kalem edhe një trumbullak të shtojve. Edhe punën tënde do ta shikojmë. Përgjigjen hajde ta marrësh nesër. Faleminderit shumë. Ali Qata. Kapellën. Faleminderit. Mua ma mirë me merë një futin burg. Nuk kam paguaj. Me besoni pa që përëndi nuk kam. Mërë vram, një preni, në thejë, një me thika, nuk kam. Emrin? Nikola Shtërbinja. Pronari fabrikës së miellit. Si ordon, po që zezë, provën bere qitin e tjerëve kam bluar. Respekto afatin dhe leri llafet. Flije mendje njëre mirë, as një rishim nuk ka. Ashtu? Po, ashtu. Edhe se vlona stopi. Mos me detyroni ti drejtohëm aleatëve. Shkore anko. Shkoj edhe prapadjeli po të duash. Po këtu vendos pushteti popullor, edhe se cili përgjigjet për para këtij pushteti. Pra ndaj po të paralemëroj që të shlyesh detyrimet brenda afatit caktuar. Pastaj po deshe, mund e dërgojnë të ankohesh edhe të aleatët. Vetëm respekto afatin. Po unë nuk e kisha aty, unë thaç që ta shkoqisim edhe një herë urë të butë. Sa për atë lafë më falni, më shpëtoj. Aq urtë kemi parë sa mundet kemi bërë gabim me ty dhe të kemi vënë më pak nga që meriton. Ashtu? Ashtu.